veç minutat e televizionit tonë. Çka e pret televizionin 10, Media 10, këtë sezon të ri që do të filloj nga shtatori? Çfarë po planifikon? Se herën e fundit kur kemi diskutu për jo radio, jo sene, radio u boj, dul, qarkullim, tash çka është ideja? Në fakt, kanë me marrë 10 radio për shtatorit, besoj Fidani është u kujdes shumë për detajet se si ka me u duk edhe në etër. Një hapësirë e re, kemi një lloj transmetimi, radios. por do të ketë hapësirë të re, të ketë frekuencë të re, do të ketë barkombëtare, do të dëgjohemi në gjithë Kosovën. Do të ketë skem të plot, po ashtu. Dhe këtë e premtoj qysh nga shtatori jo më larg, ndaj që është shumë afër. Dhe besojmë që do t'i ofrojmë dëgjuesit në Kosovë një alternativë. Natyrisht nëpërmjet radios ne mandej synojmë disa projekte që janë më ambicioze se sa vetëm një radio, por këto do t'i mbeten për me u pa në të ardhmen. Kohë sa i përket televizionit, ka disa ndryshime substanciale, cilat do t'i shpalosim në rrugë sipër, që ka të bëjnë edhe me përmbajtjen programore, ka të bëjnë edhe me strukturën, edhe me funksionimin, edhe me gjithçka tjetër. Unë me krenarit e jashtëzakonshme them që tashmë nuk jemi vetëm unë kushtrimi e Fidani në menaxhim të këtij mediumi, kam një mik të kahershëm me cilin unë kam bashkëpunu në projekte të ndryshme. Kemi bashkëpunu edhe në kanalin 10 në vitin 2021, fakt kur e kemi pasur performancën më të mirë të financiare ndërherë. Burgashi ka qenë me ne, Arbi tash është me ne, edhe është pjesë e pandashme e menaxhimit të këtij institucioni. Dhe kjo besoj që është duke u vrejtur qoftë në performancën e përditshme që ne po e bëjmë,